ndjehesh i plotësuar? A ke realizuar gjërat që deshe të realizoje në fushat e artit, pasioneve, të jetës? Në vuaj nga pakënaqësia. Ata që më njohin nga afër e dinë shumë mirë këtë gjë. Ata që më shikojnë nga larg nuk e besojnë fare këtë që po them unë, sepse me sa kam arritur të kuptoj është që në distancë perceptimi që unë krijoj është shumë ndryshe nga çfarë unë jam në të vërtetë. Dhe nëse në distancë mund dukem si dikush që mendon se i di të gjitha, në fakt unë vuaj nga pakënaqësia, dhe unë jam i pakënaqur me çdo gjë që bëj. Nuk them që po tu jam happy, sepse në qoftë se do ketë një gjë me të cilën do jemi kënaqur pa kushte, besoj se do arri ta shoh momentin e hyrjes në Bashkimin Evropian, sepse aty ajo është një gjë epokale, historike, jashtëzakonshme.